trupi yt po bërtet nga dhimbja, barku jot është fryrë, a ke ankth gjatë ditës, ndalo 1 minutë për t'i bërë këto ushtrime. Ushtrimi i parë për gjithë ju që keni dhimbje shpine dhe punoni për orë të tëra në zyrë, vendosni duart sipër tavolinës punës ose sipër karrikës. Zgjatini plotësisht, krijoni pak hapësirë, merrni frymën dhe jepini kraharorit plotësisht përposhtë duke drejtuar shpinën. Në nxjerrje të frymës, jepni plotësisht shpinës për lart për të ndjerë tërheqjet tek shpatullat. Përsëriteni këtë ushtrim për disa herë për të ndjerë tërheqjen dhe për të liruar shpinën. Ushtrimi i dytë për të gjithë ju që ndjeni fryrje barku pasi hani ushqimin, bëni këtë ushtrim për ta lehtësuar dhe për të ndihmuar aparatin tretës. Lërni duart plotësisht të lira, lëvizeni trupin dhe do ndjeni një lehtësim shumë të madh tek barku. Përsëriteni disa herë këtë ushtrim për të çfryrë barkun. Ju që keni një punë stresuese dhe keni probleme me ankthin, po ju tregoj një ushtrim frymarrje për ta qetësuar veten. Merrni frymthell duke çuar duart lart me hund dhe nxirrni ngadala. Merrni frymthell me hund dhe nxirrni ngadala. Përsëriteni disa herë këtë ushtrim sepse do t'ju ndihmoj shumë. Nëse këto ushtrime ju ndihmuan sadopak dhe doni të ushtroheni me mua, më gjeni te komuna e Parisit. Më shkruani në DM.